përveç Aulonit, Ali Mehmeti që kanë të hallin për të zgjidhur vjedhjen e votave brenda llojit që kanë kryesisht, gjithë demokratët e tjerë, këta që janë Kopola, duke në gjumë, me kam titulluar të Berisha në këmbë demokratët në gjumë. Pra, janë në gjumë apo bëjnë sikur flenë dhe presin të ketë një riformatim, një grusht partjak në shtatorë, si që konë. Qa po ndodhë një? Atërës pari, nuk është e flenë, ata e mbajtën qëndrimin e vetë. U prej qëndrimi. Nuk i mbështetën. Këta po e bëjnë luftën individuale. Sepse Partia Demokratike ka ndërtu dy strategji. Një strategji që përfundimisht, nga që këta dolën jashtë rreshtave, po e ndjekin në mënyrë individuale dhe po prodhojnë perceptimin e luftës së brendshme, Partia Demokratike nuk ka patur, ose më them Sali Berisha nuk ka patur këtë synim. Sali Berisha ka patur synimin që përfundimisht këto zgjedhje të mos i njoh dhe të mbaj atë në nivel konflikti gjithë situatën. Dalja e këtyre praktikisht i ka prish skemën Sali Berishës. Dhe sot për sot, armiq numër 1 Sali Berishës janë pikërisht ata cilët po i godasin skemën Sali Berishës, sepse praktikisht po e legjitimojnë procesin në kërkesën që bëjnë. Po u legjitimua procesi, gjithë pretendimet e Berishës deri tjeshme që nuk i njohim këto zgjedhje bien. Dhe qëndrimi politik i gjithë kupolës Partisë Demokratike është absolutisht kundërshtim me këta. Nuk përkon absolutisht, e kanë dhënë qëndrimin e tyre. Vinë tek Dumani. Gjithë deklarimet e Berishës për Dumanin, për mua tashmë janë të pavlera, sepse është konflikt interesi me Dumanin, dhe përsa ku është konflikt interesi, unë nuk i marr fare në konsiderat, për të mos thënë që janë një përçapje që është shumë e debatueshme në nivel të gjendjes psikologjike të tij, po nuk po i futem kësaj punë, është tjetër problem ky. Ajo që mua më intereson për cilën aspekt gjendjes psikologjike ke? Salio? Po për qartë o buri dhot. Është për qartë, do të thonë, halucinacionet e tij kalojnë për masa të tilla që na e bëri Ramën, se e dëgjova sot, ishte e çuditshme. Rama, qendër korrupsionit botëror, që po bën grushën e shtetit në Ekuador, ka filluar në Amerikë, po organizon sorësisë për të rrezuar Trumpin, në Gjermani ka probleme serioze. Doktori çka që gjithmonë, çka ka tre? Doktori këtë ka thënë gjithmonë. Jo, nuk ka arritur deri këtu. Jo, po nuk ka faj për këtë, shiko. Nuk ka arritur deri këtu. Sepse dëgjoj. Jo, kësa radhe fantazia e tij ka kalu për masa. Po më vlla, po nuk ka faj për këtë. Dëgjoj, nuk ka faj. Pse? Kur je i star i një ideologjie të caktuar dhe je rritur 45 vjet duke menduar që Shqipëria është feneri ndriçues i botës, atëre ti Shqipërinë e merr si qendër të botës dhe gjithë bota i ka vëmendjen te Shqipëria 24 orë, në 24 orë, si egzagerimet, pra, si lëvdatat e epërme, po edhe poshtërimet e dyshuese do të kalojnë gjithmonë në egzaltim botëror. Pra, ai krye qendra e korrupsionit, ne, feneri ndriçues, është propagandë, ai në rregull është. Ai me partinë, pa ai është me partinë e punës, ai në rregull është. Çfarë thua tani? E di sa vjet është antar? Unë çuditem, shiko, mendojnë çik doktori merr PS-n. Se nëse i takonte një parti doktorit, të takonte Partia Demokratike, vlla. Du të merrte partinë e punës. Ai u ngatrua rrugës, se është problem dialekti, vlla. Ramizi i tha të vendet e studentët. Unis që të sillte dhe të moderonte PPSH-n. Rrugës tani, kur paja 2, 3, 4, 5 me parë dhe sy të bardha, tha, një sekundë më buri dheu, tha se ke bashkë plumbi bardh, demokracia, po e bëjmë demokratike këtë partinë. I ka dal nga duar tani, se nuk funksionon më. Nuk funksionon më demokraci aty. Është kthyer prap Partia e Punës. Po si ndron do të emrin, tani s'ka ç'bën, se edhe Vula njerë humbet, njerë s'humbet. Ke parasysh që thot populli o vul humbur,